Ndryshe. U rikthyem në këtë pjesë të dytë të Ja, tregoj të vërtetë shoqim për të marrë zhakun për ta futur në studio. Sigurisht që rregullat e stadiumit për shkak të ndeshjes Poloni-Shqipëri janë shumë të rrepta, policia shumë e rrept nuk toleron, megjithëse fakti që disa polic i than, "O, zishe, ti si e shoqëruan deri në farpike, asaj shkova mora unë." Gjithsesi, zhaku mbriti në studio, shëndoshe mirë edhe në kohën e dur. Mi mbrëmi se erdhi Jacqueline. Të pëlqen Jacqueline apo Zhak? Jacqueline. Jacqueline më mirë, sepse unë njoh një Zhaku. Inita Gjata. E njoh edhe unë. Dhe nuk e di pse asaj thon Zhaku, ndërkohë ka emrin e Inita Gjata, sepse e ka përdorur si pseudonim, ne kemi qenë në shkollë fillore bashkë dhe jemi dhe komshie. Ajo është në Gjermani apo jo? Është në Gjermani, po, unë jam këtu. Jacqueline, ti ke lidhje me Francën? Ke lidhje me Francën apo? Jo, përpos dashurisë që babai im kishte për zonjat franceze dhe klasin francez. Kaq. Të dy zhakat sa për dieni kanë nderdhur plerat në një kazan te lagja. Në një kazan. Është vërtet ja. Është vërtet. Vaj gurin e kemi bërë në të njëjtën vend ama. Një të rrallë. Mirë, kemi thyer rregullin për sot sepse jemi mësuar gjithmonë në rock politik, por sot kemi zhak politik. Zhak politik, rock politik. Gjithsesi, pyetja e parë për ty Zhak është e drejtë për drejtë. Ka lidhje seksi me politikën? Sigurisht. Në ç'kuptim? Në kuptimin e pushtetit. Sepse unë di një histori për Berlusconi, thonë që Berlusconi diku nga mosha pavajtur 60 vjeç, vuri një aparat në organin e tij gjenital, që quhet një pomp. Po. Dhe që nga ai moment ai u bë shumë potent dhe në pushtet. Potent në pushtet u bë nga paraja. Potenca seksuale thonë që mund të bësh karrierë politike. Është e vërtet kjo? Sipas teje, nëse keni këndvështrim. Jo. Jo. Mendoj që shkojmë bashkë me njëra tjetrën, por nuk është që bën karrierë politike se ke potencë seksuale. Mendoj që nëse bën karrierë politike ai je pothuajse aseksual. Sepse ai pushtetit e eksiton shumë më shumë se sa penisi ose vagina. Pëlqej shumë pjeshku. Pra vjen orgazm më tepër nga dëshira për të bërë nga pushteti, se sa nga. Se pastaj me atë pushtet bën ç'të duash. Siç duket. Ti doje të hyje në politik? Jo, s'ka pëlqyer kur politika. Jo, nuk më pëlqen politika. Kam mbaruar për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomacinë, ndonë se nuk jam fare diplomate, por nuk do doja të isha pjesë e politikës. O shpirti i vogël ku flet Zhaku. Po. Mirë, një prezantim për atë që ndodhi javë më parë. Sa me Zhaku, pra një lloj na tregoj pak si do. Shpëtojmë fund fare. Sigurisht mua më pëlqeu Zhaku, që Zhaku ti pëlqeu ideja. Po, më pëlqeu shumë ideja. Po, kjo ishte asistente apo jo? Po, sigurisht po. Po mirë, le ta diskutojmë pra. Do të ishte mirë që të kishim një produksion të një filmi porno. Po, do ishte mirë, pse jo, mua do më pëlqente që në të ardhmen të bëja filma për adult dedikuar publikut femëror, pra. Vetëm për publikun femëror? Po. Domethënë që vetëm lesbike në të film? Jo, dedikuar shijeve të gjinisë femërore. Pra që mos ishte gruaja aq e objektifikuar në filmat për adult. Po ajo do kishte një rol më të rëndësishëm dhe më primar. Okej, ti mendon që shqiptarët vazhdojnë të kenë uri seksuale? Mendoj që po. Se kam thënë, mendoj që po. Pas kam dhënë këtë pyetje. Pse mendon kështu? Nga vjen gjithë kjo uri seksuale? Po ja, për shembull, nga vjen nga një impotencë akute seksuale dhe mendore, nga e kaluara jon e shtypur dhe nga e kaluara jo para 90-s, po thua? Atëherë, e kaluara jon më e afërt është komunizmi dhe gjatë komunizmit u ndërtua ky njeriu i ri, i moralshëm, i cili ishte aseksual dhe i cili nëse bënte dashuri pa ndier kënaqësi, sepse kënaqësia është vlerë borgjeze apo është ngjarje borgjeze dhe jo ngjarja e njeriu komunist i cili duhet të prodhonte. Prodhojeni. Ky bëhet kuptim komunist. Po ky zotëria çfarë bën ky? Bëhet kuptim komunist. Kjo pa mundësi që ne shqiptarët kemi për të bërë qef, sepse po ta kthejmë edhe pak më përpara se sa komunizmi, shqiptarët nuk është që kanë pasur shumë mundësi për ta shijuar jetën. Kryesisht kanë luftuar dhe me shumë vështirësi kanë krijuar shtetin e tyre dhe identitetin e tyre shqiptar. Pra, ne jemi një popull që jemi vërtet shumë i vjetër, kemi një përgjegjësi shumë të madhe në shpatullat tona, por jemi një popull që pikërisht për shkak të kësaj përgjegjësie kemi shumë të vështirë emancipimin. Kryesisht jemi mbrojtur dhe jemi ende duke krijuar shtetin ton dhe nuk kemi kaluar ende në hapat e një etike shumë të lartë dhe
qëndrueshmërie shoqërore, emotive, psikologjike, sociale, politike që na bën ne ta shijojmë jetën edhe ta shijojmë edhe seksin. Dhe jo ta përjetojmë seksin si diçka të pisës, si diçka që duhet fshehur, si diçka që është gabim. Ekziston tash ky mendim që seksi është diçka e pisët e fshehur. Sigurisht që po. Ekziston. Sigurisht që po, sepse derisa ne menstruacionet na duken të shpifura, sepse ne derisa akoma vlerësojmë virgjërinë, sepse ne derisa akoma etiketojmë vajzat të cilat kanë më shumë se një partner, atëherë ne seksi na duket obobo. Derisa unë etiketojmë gjithë kohës, më bëhen meme sepse flas për vaginën dhe për penisin, do të thonë që ne jemi ende te hieroglifet. Hieroglifet shkrimet për shpella. Mirë. Jo, do doja nuk kemi arritur te fjala. Do doja të me që hapi një situatë interesante Zhaku, do të thirrja këtu Yllin. Angela, do të më tregoj një histori pak më qartë. Angela, do të tregosh ti atë historinë dhe ta shpjegoj Zhaku, po para se çka. Hajde këtu ke Lali. Jo, ja, ka këtu mikrofonin. Mi kap, okay. Po nuk punon kufjet e Zhaku. Do tregoj diçka që e ka jetuar vetë në një punë që ka bërë kjo në një Vox Pop, në intervista me njerëz rrugë me të rinj. Nuk punon ai kufja, kështu që më mos e vër na dëgjoj. Për të vërtetuar atë që tham unë, që thash unë. Sigurt, I know. Rikthehet Angela pra në studio. Dëgjoj sa e vërtetë e frikshme është ajo që do thotë Angela. Në një Vox Pop që ne kemi bërë vitin e kaluar, kushtuar vajzave dhe grave, dolëm dhe pyetëm, gjithashtu duke përshpërndar peceta higjienike, dolëm dhe pyetëm të rinjt e Tiranës se a e njohin termin cikël menstrual. Dhe se çfarë nuk kuptonin vajzë kur thotë unë jam me ato. Kujdes, bëre një gabim. Cikli menstrual, ato dhe menstruacionet janë dy gjëra të ndryshme. Menstruacionet është vetëm periudha e gjakderdhjes. Cikli menstrual është koha që shkon nga një menstruacion te menstruacioni tjetër, nga dita e parë të menstruacionit të parë deri te dita e fundit të menstruacionit të dytë. Atëherë kjo po flet vetëm për ato 4-5 ditë menstruacione. Do ishte mirë të ishin 4-5 ditë. Angela, shpjegoj, nuk është kjo situata që cikli menstrual pra është koha nga një menstruacion te tjetri. Angela, nuk është kjo që do të tregoj. Për ta sqaruar sepse ka informacion. Dëgjoj. Problemi më i madh ndronte me një djalë i cili ishte 17 vjeç, që kur e pyetëm çfarë nuk kuptoni vajzë kur thotë jam me ato, u përgjigj është me disa persona bashk dhe na kanë shplar në një farë mënyrë thonjzat që po i bëjmë gishta nuk e shihni, po na kanë shplar në një farë mënyrë sepse thoshim përse i bini kaq shumë në kokë një djali i cili është vetëm 17 vjeç dhe nuk e di këtë fakt. Por arsyeja pse ne e nxorëm edhe e transmetuam ishte vetëm sepse nuk e di nëse të tjerët e kanë parasysh në klasë të 7 në orën e biologjisë kur flitet për trupin e një vajze dhe më pas për trupin e një djali, zakonisht mësuesit e biologjisë vajzat i nxjerrin jashtë në mësimin e djemve dhe djemt dalin jashtë. Mua më ka ndodhur në klasë të 7. Dhe normalisht një djalë nuk ka se si ta di se ç'nën kupton një vajzë kur ne themi jemi me ato. Okej. Mirë, faleminderit Angela. Ne si gjithmonë. Prindrit. Po mund të ri. Jeni Angela tash. Rema aty. Reato. Ta erdha. Fajt Zhaku. Po Zhaku ç'është kjo? Ja, pra, ju është sa po thash, urdhro me shembull. Erdhi Angela tregoi. Angela është e re, është rini, profesor rinin. Kështu që urdhroni. Mirë, Angela do mbyllësh vesh, tani fillon pjesa më hard e intervistës. Jo, se jemi mbyllësh vesh fare sepse e bëjmë shaka. Angela përkundrazi është pak më open se të tjerët. Jo, hapi vesh. Kush është për ty një fjalë erotike e bukur, po që nuk është banale? Erotike e bukur, po nuk është banale. Që nuk është banale? Që nuk është banale ato që quajmë ne banale, sepse për mua asgjë s'është banale. Edhe unë atë po thoja. Unë po të kisha mundësi, unë do ta bëja emisionin shumë ndryshe, po. Për shkak të etikës të përgjithshme që ekziston. Atëre, nuk mendoj që është fjala që është erotike, mendoj që është kuptimi dhe konteksti në cilin ti e përdor fjalën që e bën fjalën erotike. Pra është mendja jote që e përjeton atë fjalë erotike. Një penis mund të jetë shumë erotik dhe mund të jetë shumë banal në kontekste dhe në situata të ndryshme. Dhe është mendja që e percepton. E kuptova këtë. Mirë, atëherë më thuaj një perceptim tëndin të bukur që nuk është banale. Po mua do më pëlqente që dikush të më unë të thotë bënte seks me mendjen time. Bravo. Pritje larg asaj. Mirë. O zotëri. Pra që dikush të më zotëronte
një herë këtu. Pa diun. Dhe pastaj jemi në vende të tjera. Jo, do bëjmë një marrëveshje Zhaku. E bëjmë edhe me Angela. Angela Për të ruajtur etikën e komunikimit në. Ti je okay Angela që je pjesë e panelit apo? Jo, s'kam probleme. S'ke problem fare kështu. Okej, në rregull. Çfarë të më fal. Një marrëveshje kështu për të ruajtur etikën në komunikim. Jo, për ty më jo, e kam për veten time. Kështu që fjalën marrëdhënie seksuale, unë kam edhe program. Marrëdhënie intime? Jo, do ta zëvendësoj me fjalën vallëzim. Vallëzim. Jo marrëdhënie seksuale. Pra, keni provuar të vallëzoni treshe? Ç'të duhet? Jo, pyetje është. Pyetje. Me fjalën ç'të duhet ty, me përgjigje të duhet ty, e kuptua. U kuptua. Janë politikanët tanë seksi? Ka dikush që është seksi po. Kush është seksi për ty nga politikanët? Nuk do ta them se do qeshni. Jo, absolutisht. Nuk qesha unë për ty. Ja. Nuk e them. Ky është. Ne kemi nevojë ta dim nuk emrin do me të cilin do të përmasoj, nga është totalisht, domethënë, për mua është seksi sepse është shumë i përgatitur. Është shumë smart. Është smart, për mua është smart. Po thuaj pse? Në një, jo. Ska si që të keqe thosh, ai ishte, ti nuk po e shan atë përkundër. Saljani. Elvis Saljani. O pika. Që kam danosh. Der Saljani dëm. Po, Saljani. Shumë i përgatitur. Edhe kur ti rendit ato argumente të shumë i bindur. Adi, këtë pyetje kam për ty. Meqenëse Zhaku, mikja jote e vjetër, e hershme besoj, Po. E ka pirë si ver dikur. Po, aq e vjetër. Aq e vjetër. Mendon ti që me Zhaku mund të bësh me Zhaku një emision erotik në radio? Po, gati. Mund të jetë emision i bukur erotik në radio? Trene? Jo, ka fjalën që jo, në perceptim nuk do ta bëjmë, po. Mund të ketë një emision radio erotik? Po. Ka pas, Saltan. Po. Për shembull, do të bëja 10, nuk ja dola. Po nuk e doli kësaj dim. Po. Ti ke filluar një emision erotik në radio? Jo, unë do filloja 10, po për arsye të ndryshme nuk arrita ta realizoja projektin. Po, në kuptim që ti të eksitosh tjerët nëpërmjet radios? Jo. Jo, ishte një emision dedikuar edukimit seksual. Edukimit seksual, kjo është gjë tjetër. Po. Jo, po flas për erotik. Nuk shkon në radio. Apo shkon? Varet, shkon. Vetëm pas tirave. Jo, pse nuk shkon? Shtoheshin shumë aksidentet. Hec, ke pyetje se unë kam përgatitur. Okej. Ti, të flasim pak për stresin hormonal. Jo, s'kam. Jo ti. Flas për përgjithësi. Okay. Tani një stres ky që po i çmend gjithë burrat duke kthyer manjak. Jam i saktë deri në këtë përkufizim. Stres hormonal që dyshim manjakria? Po pra. Susedia, manjakri stres hormonal. Sepse nuk e kam shpikur vetë si term, një sekond. Për ta zbuar. Goxha të stresuar më duket. Goxha të stresuar, hormonet dasëm. Qetësohen. Endokrinolog të mirë. Endokrinolog për hormonet pra. Kemi shokën që kemi Andri apo jo? Po jo mos ka lidhje, Andros nga burri pra. Po qartë. Mirë, një pyetje tjetër. Besoj se ti e prek rrugëve, e prek e themi është fjalë jo saktë. Pra epshin e shef të derdhur rrugëve, kudo. Më duhet një ministri, duhet një ministri për ta menaxhuar Zhaku, mund ta bëje ministren e epshit? Jo. Këtë teoria joni ministri Epshi? Po pra, ministri Epshi? Pse, ide e bukur. Shumë ide e bukur, po jo, faleminderit. Zakonisht pyetjet tua nuk kanë nevojë për përgjigje, nuk e di pse. Jo. Zhak. Po. Kur nuk e kam kuptuar këtë gjë? Pse po qesh? Po. Janë disa çifte nëpër lokalit, kam parë shpesh herë. Po. Që kam qelluar në lokal dhe kam pas një çift përballë ose anash diku aty dhe ato janë puthur rreth 30 minuta. Po. Vetëm puthu dhe mbas puthjes një muhabet i relaksuar. Po. Puthu 20 minuta relaks. Është normale kjo ose mos duket normale kjo? Po normale është kjo në fillim kur hormonet, ajo kriza hormonale, ato vëshimet hormonale janë në nivele të larta dhe deri ku është normale. Unë që sa nivele duhet shojnë të gjejnë një dhomë. Po ndoshta s'kan para për një dhomë, ndoshta s'kan mundësi për një dhomë, ndoshta s'kan kohë për një dhomë, ka shumë arsye pse mund mos ta marrë një dhomë. Dhe ta improvizojnë atë një dhomë. Unë kam që kjo është një ritual që është pa ndjenjë dhe ata vetëm puthen kot. Jo, mendoj që këto të rinjt që janë më të tinë përjetojnë më ndryshe dashurinë se ne tani jemi edhe më të rritur, nuk e përjetojmë më ashtu në mënyrë. Pse hormonale, 30 minuta? 30 minuta jo, po edhe un jam puthur, po tani nuk është do puthesha më.
Po jo, aq gjatë. 30 minuta me 30 minuta. Po bra, po sa sa. Me sigurisht me ndërprerje marrje frymë, sigurisht. Ishin të rinj. Ishin të rinj. Po të rinj, absolutisht të rinj. Ishin të rinj. Mirë, janë gjëra që ne nuk i kuptojmë më, se jemi larg. Po ja që ndodhin. Mirë, Zhaku mos i hiq kufjet bashkë me Anxhelën, sepse vjen një këngë që ka të bëjë me seksin, Sex Bomb, Tom Jones, besoj një. Vallzojnë. Patjetër. Pastaj do të flasim për vallëzimin e thellë. Vallëzimin e thellë. Ndryshe, Top Albania Radio.